këtë seancë do të jenë 7 projekt ligje për ratifikim të marrëveshjeve ndërkombëtare. Ne kemi vendosur që seanca e kuvendit të mbahet më 2 prill, pra të enjtën më 2 prill në orën 10. Në këtë seancë do të jenë 7 projekt ligje për ratifikim të marrëveshjeve ndërkombëtare, fillimin e procedurave për mungesat në emërimin në Komisionin e Pavarur të Mediave, e po ashtu edhe në RTK. Pra, në këtë drejtim, lejoni vetëm shkurtimisht i përmend, marrëveshjen për qasjen në arsimin e lartë dhe pranim për studime në Ballkanin Perëndimor, projekt ligjet për ratifikimin e amandamentit numër 3 për programin IPA 2018 dhe amandamentin numër 2 për programin IPA 2017, si dhe marrëveshjet që kapin vlerën në gjithsej 120 milion euro e që u dedikohen projekteve jetike për qytetarët e vendit. Si që përmenda, me të mbledhje u votuan edhe 2 komisione, pra që do të formohen në seancën e kuvendit të datës 2 prill, pra ajo që ka të bëjë me KPM-n dhe Bordin e Radio-Televizionit të Kosovës. Në këtë drejtim më duhet të theksoj që për shkak të vonesave që kemi pas në konstituimin e kuvendit, tashmë janë edhe diku 33 pozita që duhet të plotësohen në gjitha institucionet përkatësisht në 34 institucionet të pavarura dhe në këtë drejtim ndërlidhen pra edhe KPM-ja, edhe RTK-ja, e sot do të merremi edhe me KPK-n, e nesër edhe me gjykatën kushtetuese, me KGK-n e kështu me radhë.